Miq të Prizmës, është shumë i shqetësuar Sali Berisha për kapjen nga BKH-ja, nga policia e shtetit, nga Spako me fjalë, të Gysa Gasit. Kush është Gysa Gasi? I plot fuqishmi, i mrekullueshmi, i ndriçueshmi, fantastiku, i akshit. Ai që kishte bërë namin, ai që i verave, i këtyne mrekullive, që i bënte në hijen e pushtetit e në mbrojtjen e të mëdhejve të pushtetit, duke filluar nga Edi Rama, duke përfunduar poshtë pastaj. Një nga mrekullitë e sistemit ton korruptiv si të them tash, të ngritjes në një nivel të jashtëzakonshëm të arrogancës në budallëkun ton të korrupsionit. Por këtu është e çuditshme pse është i shqetësuar për Sali Berisha. Në fakt Edi Rama nuk e tregon, nuk thot gjë. Ajo që tregohet edhe ajo që flitet është shqetësimi i Sali Berishës. Por ky çka ka? Se ky dikur i thotë e ka fshehur, nuk e dorëzojnë, BKH-ja, Spaku janë të Edi Ramës, policia është e Edi Ramës, nuk e kapin. Tashti, kur e kapën, thot, shiko se nuk është kapje, është dorëzuar vetë se kanë bërë pakt. Pra çdo që të ndodhin, Sali Berisha thot që shiko, këtu ka një hile. Mirë po, duke shkuar në logjikën e Sali Berishës, bile duke u treguar pak më fantazios se Sali Berisha mund thuhet, por mos ky Gysa Gashi është ndërlidhësi midis pisllëqeve të Sali Berishës edhe atij të pushtetit? Mos ndoshta pikërisht për këtë punë, mos ndoshta Sali Berishës i vjen keq sepse janë dhe pisllëqet e tij, mos është dora e tij, sepse nga i merrte vesh Sali Berisha shumë elementë cilët sigurisht kishin lidhje me Akshin dhe Gysa Gasin. Ku i kuptonte? Që i thoshte, i deklaronte ose i presupozonte, se ai ka dhe fantazin, i presupozon. Mos ndoshta është lidhja që ka. Dhe tash e quan marrëveshje. Mos ndoshta ishte lidhja e përbashkët, korrupsioni i përbashkët, maskaralleku i përbashkët, i cili sigurisht me Gysa Gasin tash të kapur nga BKH-ja, nga policia dhe përpara drejtësisë, një person me pantallona të shkurta kështu, me një bluzë sportive, i qertë, thonë, kishte shkuar ke berberi personali i tij, çojnë figurën e Gysa Gasit, sepse kështu sigurisht e bën politika, deri në lartësi të tilla enigmatike dhe fantazie, sikur ky Gysa Gasi na ka pasur të gjithëve ne jetën dorë. Në të vërtetë mund të ketë qenë njeriu i cili sigurisht ka përfituar, ka bërë, dikush thotë s'ka përfituar asgjë. Por shqetësimi i Berishës ta sjell këtë. Shqetësim duhet të ketë, në fakt Edi Rama, duhet të ketë qeveria, duhet të ketë njerëzit, aty ke Akshi, korrupsioni aty, ç'punë ka Sali Berisha. Por me sa duket edhe ai ka punë. Edhe ai është brenda, shihoni miqtë e mi, Sali Berisha nuk mund të rri pa futur hundët në pushtet edhe kur është në opozitë. E keqja e madhe e një derbederi të tillë, thoshte Noli, është se ai do të ngatrohet me pushtetin dhe kur nuk është në pushtet. Ai e di veten gjithmonë në pushtet edhe kur nuk është në pushtet. Bile ai është më tepër në pushtet kur nuk është në pushtet. Sepse kur ai është në pushtet, bën nga këto modelet kështu 97, modelet si them tash, e 21 janarit, modelet e Gërdecit, këto modele ka. Kur nuk është në pushtet, vazhdon të jetë pushtet dhe kërkon pushtetin dhe bën modelet të 14 shtatorit ose të tipet korrupsion të tillë që edhe kur policia dhe Spaku arreston një të akuzuar të drejtësisë, thot mos ra dakord me pushtetin. Tash pyetja është mos ka ra dakord edhe me ty. Mos ndoshta ti friksohesh sepse kanë për të dalë edhe elementet të cilët lidhin pushtetin, korrupsionin pushtet edhe me shefin e opozitës. Që e lidhin me ata që kanë përfituar edhe kur janë në opozitë. Mos ndoshta është edhe kjo? Jo mos ndoshta, po kjo është. Kështu janë punët. Edhe ky i gjithë pushtetshmi,
ky krye mafiozi, ky njeriu i shisheve të verës, ky njeriu madhështor i pushtetit korruptiv, tashmë ishte me panallona të shkurta, me një bluzë të bardhë dhe i kapur nga shqiponjat. Kjo ishte edhe fantazia e madhe dhe pjesa enigmatike e superkorrupsionit nga më të mëdhajt që mund të shiten në prallat e politikës edhe zgafellat e politikës idiote me pushtetit korruptiv dhe një opozitë drejtuar nga një person i cili sigurisht përveç luajtjes mendsh politike ka dhe luajtjen mendsh biologjike, filozofike, fiziologjike, filozofike, nuk e di. Po kryesisht mund them atë çmenduri që i bjen nga folklori i tij. Çmenduria e madhe e jashtëzakonshme mitike vjen nga folklorike e Sali Berishës. Sa më tepër plaket, aq më mitoman dhe folklorik bëhet. Tjetra, shoh një grup vajzash që vendosen në radhë parë, çojnë grushtin lart edhe bërtasin. Shqipëria kërkon me grusht. Revolucion me grusht. Shqipëria kërkon, hermet majtë, hermet djata. Revolucion. Vede, këto vajza e din këtë punë në grushtit ke ne konotacionin me lidhjen që ka ky grushti ke ne. Të jenë kaq budallaqe që mos ta din, nuk ma merr mendja. Po s'po them budallaqe, po them të paditura. Po dhe këtë s'ma merr mendja, sepse mund t'ju ketë qelluar të kenë parë dokumentare, filma, kudo, ku e gjithë jeta jonë shkonte duke çuar grushtin lart dhe duke bërë. Po prap, ne e kemi përdorur si ushtarake, si përshëndetje të tillë komunistash. Edhe këtu fillon lidhja. Kjo ngritja e dorës e grushtit kështu është ngritja revolucionarësh, sigurisht majtis, ultramajtis, komunist. Kështu dorën e çojnë edhe hedhin parrulla kudo ultramajtistët, new komunistat e vërtet, kudo për Evropë. Dhe këto vajzat, këto gratë, në radhë parë të flamingot, edhe mrapa kanë flamingot, ulurin edhe bërtasin. Shqipëria kërkon revolucion. Shqipëria kërkon, ju bëj qefin dhe unë të shi, revolucion, mund të li dhe 3 orë duke uluritur si me thanë Shqipëria kërkon revolucion. Pastaj tjerët, kur e dëgjojnë, thonë, o ka luajtur mend ky, s'është mirë, ose nuk e di çfarë mund të mendojnë, po këtë e mendojnë sigurisht. Tashti unë nuk mendoj që ato kanë luajtur mend. Ato paguhen që të bëjnë kështu. Që t'ju ngjajnë asaj Gretës Thunberg, t'ju ngjajnë atyre komunistave italian, komunistave suedez, ultramajtistave francez, ultramajtistave spanjol. T'ju ngjajnë kudo që bëjnë me grusht edhe ata që janë ultramajtist, bashkohen me islamin politik për mbrojtjen e Gazës edhe vazhdojnë këtu në Shqipëri me modelin Shqipëria kërkon revolucion. A kanë bindje ideologjike, mbase. Se kush janë bindje ideologjike të tyre, nuk e di, mbase. Por ama, ka një diçka, atë që e kam thënë. Sigurisht që këtu paguhet, është një pjesë që paguhet për të bërë një gjë të tillë. Paguhen edhe nuk duhet paguhen krejt kotës, me thënë. Ka një lloj pagese për ta bërë këtë gjë, sepse sigurisht këtu të majtës evropiane, të majtës botërore dhe njëkohësisht drejtuesve të mëdhenj Soros, ju ka mbetur hatri nga e majta që përfaqëson Partia Socialiste dhe Edi Rama. Unë nuk e di pse ju ka mbetur hatri, sepse normalisht mbase kanë pas pritshmëri të jashtëzakonshme me Erion Velin, mbase kanë pas pritshmëri të jashtëzakonshme me Elisa Spiropalin.
mbase janë të zhgënjur edhe nga Partia Socialiste Tradicionale, e cila nuk mund të kthehet në rojet flamingove. Ajo më përpara bashkohet me idealet e Enverit, se sa me këto idealet e një ultramajtizmi ylberiste edhe pa morale dhe pa familje. Sigurisht që nuk bashkohet me këta, s'ka për të bashkuar kur. Pra, të majtës, ato drejtuesve të Soros, sipër, mbas edhe si vllajt Alex, mbas edhe vetë plakut Soros, i ka mbetur hatri për drejtimin, prej viteve të Partisë Socialiste, dhe kërkon një të majtë tre. Një të majtë tre, cila sigurisht me Erion Velinburg dhe me Temar Gjirum, këto tjerët që ka rrotull, ti vendosë në pushtet dhe në shesh ka një amalgam gjërash, aty ka dhe që ulurin jashtë sorosianët, po aty janë sorosianët. Dhe këta që bëjnë kështu, Shqipëria kërkon revolucion. Sigurisht janë ultratmajt, ultramajtist dhe neokomunist, sepse kudo japin shenja në botë. Kudo janë pro-pal, janë anti-amerikan, janë anti-izraelit, janë anti-perëndim, anti-kapitalizëm, e thonë drejt për drejtit. Janë anti njerëzve të pasur, janë anti asaj që kemi ndërtuar mirë e keq në këto 35-36 vite. Në këtë pikë, ata nuk po imitojnë, nuk po bëjnë thjesht imitacion të atyre jashtë. Ata po rivendikojnë, duan të tregojnë diçka se çfarë janë, sepse sigurisht me ato video dhe me ato foto që dalin, shkojnë në vendin e dur nga atje ku vinë parat, dhe atyre thohet, shiko çfarë bëjnë këto vajzat, dhe vazhdojnë këta në rrjetet sociale duke i thënë burrnesha, shko burrneshat. Imagjino këtyre ultramajtistave që nesër të bashkohen me paradat gay, edhe nesër bashkohen edhe me ata që sigurisht janë edhe kundra demokracisë, edhe kundra rendit botror normalisht kapitalizmit, t'ju thuash burrnesha. Këtyre farë ngjyrave t'ju thuash burrnesha. Vetëm se vendosin një flamur shqiptar që sigurisht e kanë për dekor. Ama kryesoreve kanë Che Guevarën, ose kanë revolucionin, i cili sigurisht nuk mund t'jetë përveç se komunist, përveç se i majtë. Shqipëria kërkon revolucion. Revolucion o muerte, socializm o muerte, edhe marrëzira të tilla, të cilat këto ju kanë mbetur pa kënduar vetëm internacionalja, po dhe internacionale nuk e këndojnë dot sepse këta nuk janë as komunistë, janë ultramajtistë, globalistë, LGBTQistë edhe tillë, nuk mund të konsiderohen as të tillë. Dakord, miqtë e mi? Kam edhe një video tjetër shumë interesante të vitit 1000, dokumentare, të vitit 1976. Pse them është interesante? Është interesante sepse tregon punimet e sesionit të Kuvendit Popullor të asaj kohe, ku merr pjesë edhe Enver Hoxha, Mehmet Shehu, byroja politike në tribun, shumë antarë të Komitetit Qendror, por edhe shumë njerëz deputet të asaj kohe. Poshtë për shembull, me të vërtetë janë antarë të Komitetit Qendror Nexhmije Hoxha dhe Fiqiret Shehu. Domethënë, dy burrat sipër, Enver Hoxha dhe Mehmet Shehu, dhe dy gratë poshtë, AKQ PPSH, domethënë antarët të Komitetit Qendror. Dy burrat sipër ishin antarët e byros politike, dy gratë ishin AKQ PPSH, antarët të Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqipërisë. Gati ishte familje, bile ishte edhe Vito Capo, kur prapë në tribun ishte Yusni Capo. Për faqe të zezë, marrëzie e jashtëzakonshme, e kuptonin dhe e thoshin gjitha, sigurisht, është thënë edhe në konferencën e Tiranës 1956. Por, po vazhdoj dokumentarin, sipër Enveri, Mehmeti, Yusniu, Haxhikja, Haxhilleshi, dhe poshtë Nexhmija me Fiqiretin, por ka dhe dy persona shumë interesant. Dy artistë të mëdhej, pjesë të rëndësishme të kulturës shqiptare. Në krah të Fiqiretit edhe ulur në një rresht me Nexhmijen është Krejtaq Rama, deputet i
Kuvendit Popullor të 1976 dhe më vonë, dhe për një moment kalon edhe një deputet tjetër që është Ismail Kadare. Tashti, unë kam një pyetje. Kristaq Ramës i është bërë një sulm jashtëzakonshëm, sidomos për një diçka, një firmë që është hedhur për dënimin e Hafzi Nelës. Dhe sigurisht ai bënte pjesë në këtë komision që ishin shumë tjerë. Shumë tjerë, që sigurisht si mund të veproje kur merresh një urdhër. Por përveç disave që sigurisht nuk e kanë honepsur veprimtarinë politike të Ismail Kadares, askërkush nuk e ka trajtuar Ismail Kadare në këtë pikë. Nuk e ka trajtuar kështu. Që ai ishte një deputet i asaj kohe, sigurisht i kontrollohesh, ai kuvend kontrollohesh nga komunistët. Drejtohesh sipër nga Enver Hoxha, nga gjithë byroja politike. Dhe sigurisht që nuk ishte vetëm Kristaqi, po Kristaqi sulmohet sepse është babai i Edi Ramës. Dhe normalisht, para ata që e din historinë, pikërisht kjo ka qenë kontradikta midis tij dhe Edi Ramës. Për shumë elementë që kanë të bëjnë me politikën, unë as kam qenë, as do t'jem ndonjëherë kurrë dakord me Edi Ramën. Për disa elementë tjera që kanë të bëjnë me vijshmëritë dhe jo folklorizmin që duhet ketë politika për të qenë normale në Shqipëri, nuk them asgjë, po që të bëj njeriu i apasionuar mbas Edi Ramës, arrogancës tij dhe kreativitetit tij që del jashtë demokracisë, sigurisht, po që kështu janë kushtet këtu ke ne. Që dalin të dy, jashtë demokracisë, sigurisht si Sali Berisha dhe Edi Rama, kjo është më së e qartë, por që t'i barazoj, unë nuk mund t'i barazoj kur. Që t'jem me torë, nuk mund t'jem me asnjërin, asnjëherë. Ky gabim nuk mund të ndodhi më as në moshën time, bile s'do të ndodhi në asnjë moshë tjetër. Gjithsesi nuk është ky diskursi. Diskursi është që Edi Rama sigurisht nuk ishte dakord me bindjet e Tjatit, ose me vrimtarinë e Tjatit, pikërisht për këtë. Në thelb, Edi Rama urrente byroën politike, urrente të gjithë atë lloj marrëzie e cila kuptohej se ku dreqin po na çonte, siç kuptohen sot shumë gjëra. Por ai përflitet, në të vërtetë është edhe Kadareja. Dhe Kadareja ishte më i rëndësishëm se sa do themi Kristaq Rama, pavarësisht se Kristaq Rama është një artist i madh i këtij vendi. Absolutisht një nga shkriptorët më të mëdhenj që kanë nxjerrë ky vend. Por ai ishte artist edhe ndërkombëtar, ishte letrar ndërkombëtar, ishte një njeriu me të cilën Enver Hoxha shitte shtetin e tij dhe diktaturën e tij në perëndim. Ishte shumë më i dëmshëm. Librat e Kadares ishin të shitura, ishin lejuar që të shiteshin nga Feuillard në Paris, sepse sigurisht bota do të justifikonte në një farë mënyrë, pa ditur gjë, pa ndërhyrë gjë, në një vend super të izoluar, diktaturën e Enverit me Kadaren. Ai është një nga shërptorët më të devotshëm, më të mëdhej. Dhe unë këtu largoj talentin, po talente kanë pas shumë. Lejen për ta bërë këtë talent e kanë pasur pak. Dhe lejen për ma tepër, për ta bërë edhe në botë, edhe më pak. Dhe i vetmi pakt është Ismail Kadareja. Pra, ne kemi dy persona atje. Por sulmin e kishte Kristaq Rama, nuk e kishte Ismail Kadare. Ismail Kadare u konsiderua njeri i demokracisë. Në të vërtetë ishte shërptori më i madh i diktaturës dhe shërptori më i madh i Enver Hoxhës. Unë nuk e di sa bustet e Enverit mund të ketë bërë Kristaqi, por kam përshtypje se nuk ka bërë një gjë të madhe. Kurse Kadareja ka përshkruar në mënyrë të jashtëzakonshme Enver Hoxhën të dimri i vetmisë madhe. Sigurisht marrëdhënie me Sovjetikën. Në këtë pikë, miqtë e mi, pyetja shkon. Po kujt i shërbeu e gjithë kjo histori? Kjo i shërbeu gardës së re që do të vinte.
asaj që po përsëritet tani. Dhe kjo është lidhja që duhet bëj. Ishin pak kënaqur me në atë kohë me pikërisht atë konservatorizëm të atyre komunistave dikurshëm, ose AKQ PPSH-ve dhe byros. Ju duheshin këto modernët, e Sali Berishës edhe Kadares. Edhe sigurisht ato dolën pastaj, ishin burrat e mirë. Komunist, po ato ishin. Sot, e di kush janë? Shqipëria kërkon revolucion. Shqipëria, por ama bazamenti është i tillë. Në mos më i keq, në mos më i shëmtuar, në mos më trodhar dhe më folklorik. Sigurisht nuk duhet vë shenja barazimi midis këtyre laraskave që thonë Shqipëria kërkon revolucion, pa ditur ç'do të thotë fjala revolucion. Sepse po ta dinin, do të kuptonin që trupi tyre pastaj do të hidhesh në një kanal të lanës, do të fillonte vllavrasja. Por duke qenë se janë tru laraska dhe marrin ato para, vazhdojnë të thonë Shqipëria kërkon revolucion. Të s'kan idenë ç'do të thotë revolucionin dhe po të ndodh ai si çfarë ndodh Shqipërisë. Gjithsesi, miqtë e mi, në këtë video duken Krista Qirama me Ismail Kadaren. Njëri janë atemuar, sigurisht, nga pjesa mbeturin e Partisë Punës Shqipërisë te Partia Demokratike, dhe tjetri i lavdruar ka një pjesë e popullsisë nuk e lavdron, si Ismail Kadarea, shërptori, letrar, artistik, poetik, si doni ju quheni, që është Ismail Kadarea. Dakord, miqtë e mi?